Siç transmeton Imam Hakimi në Mustadrekun e tij, Imam Nesaiu në Sunenin e Madh nga Abdullah ibn Abbasi, për cilët se pejgamberi alayhi salatu sallam thot: "Igtanim khamsan qabla khamsin." Shfrytëzo thot 5 gjëra para 5 gjërave të tjera. Pra, fokusohu mirë dhe shfrytëzoj këto 5 gjëra që do t'i përmend para se të vinë 5 të tjera, dhe do t'i largojnë këto 5. Pra, kemi 5 mirësi që vinë nga Zoti dhe shumë shpejt do të vi koha që këto do të largohen nga 5 gjëra të tjera. E fillon me rinin, ku thot: "Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shuglik, wa hayataka qabla mautik." Shfrytëzo rinin tënde para se të vi pleqëria. Pse thot rinin para pleqërisë? Sepse pleqëria është e pashmangshme, nuk do të jesh gjithmonë i fortë, nuk do të jesh gjithmonë i ri. Shfrytëzoje rinin, shfrytëzoje kohën, shfrytëzo energjinë, shfrytëzo vetdijen tënde, shfrytëzo gjithçka që ka kriju Zoti dhe ti ka dhënë si mirësi dhe begati, sa je i fortë dhe je i ri përpara se të vi koha dhe ti nuk do mundesh, sepse je, domethënë, ke shkuar drejt pleqërisë. Shfrytëzo, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shëndetin tënd përpara se të vi smundja, për me tregu që jo gjithmonë do të jesh i fortë. Patjetër një ditë do smuresh, por do të vijë një kohë kur smundjet mund të jenë dhe kronike dhe nuk je më sikur ishe, domethënë, i ri. Po ashtu shfrytëzo thot pasurinë tënde përpara se të vijë varfëria. Pra vërtet sot mund të jesh i pasur dhe i fortë fizikisht, por mund vi një ditë dhe do sprovohesh. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shfrytëzo kohën e lirë përpara zënjes. Pra sa ke kohë të bollshme dhe kohë të lirë, shfrytëzoje sa ke mundësi për vetveten tënde, për familjen tënde, për shoqërinë ku jeton, për vendin ku jeton, përpara se të vijë një kohë dhe nuk do të kesh më këto hapësira dhe këto mundësi. Dhe në fund fare, nëse nuk i shfrytëzove të gjitha këto, çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Shfrytëzo jetën tënde përpara vdekjes. Sa je gjallë, mundohu të veprosh. Sa je gjallë, mundohu të lëvizësh, që të bësh diçka të dobishme, sa do pak qoftë ajo, përpara se të vdekja, që ne të gjithë një ditë do të vdesim, po të përgatitemi për botën tjetër, për ahiretin ton, qoftë me punë, domethënë është e pa kuptim që ne të kalojmë në botën tjetër pa vepruar punë të mira. Por interesante në këtë hadith me që përmendëm, domethënë, këshill, dhe unë zgjodha një këshill profetike, është se ka përmendur 5 gjëra, në të parën përmendi rinin, por realisht të gjitha të tjerat kthehen tek rinia. Në cilën formë? Rinin tënde para pleqërisë, kjo është shumë e qartë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shëndetin tënd përpara sëmundjes. Kur thot shfrytëzo shëndetin tënd, për cilin shëndet bëhet fjalë? Por në kohën kur njeriu ndihet më i shëndetshëm, më i fortë fizikisht, është pikërisht kur është i ri, ja ku kthye përsëri tek rinia. Kur thot shfrytëzo pasurinë tënde përpara se të sprovohesh me fukarallëk. Atëherë, kur janë ato lëvizjet më dinamike e një personi për të fituar jetën e kësaj bote, për të fituar mirëqenien, për të fituar riskun e Zotit, për të fituar pasuri e kështu me radhë, sa është i ri? Sa është i ri, sepse vetë ana dinamike e një njeriu, mënyrën se si percepton gjërat, mënyrën se si vepron, mënyra se si nxiton, mënyra se si vrapon, është rasti më i mirë që njeriu domethënë të punojë për të sjellur, për të fituar domethënë diçka. Pra, gjithmonë kthehet përsëri tek rinia. Dhe kur thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këshillën e tij vijuese, shfrytëzo thot, kur tha kohën e lirë përpara se të vi kohën e lirë përpara se të vi zënja, atëherë kur është ajo kohë që është më e lirë dhe më e bollshme për njeriu? Gjithmonë kur është i ri.